Përshëndetje të gjithëve. Jemi me një tjetër video për t'ju updateuar rreth challenge-it që unë e vendosa për të bërë vetëm në dy payout requeste që i bie nga 2 javë vetëm në një muaj, të bëjmë përafërsisht nga 5 deri në $10,000 profit, dhe dua t'ju them që kjo gjë është arir duke bërë sot një profit prej $2,000 në akauntin e Funded Next. Pra, kemi bërë 3.200 dy javorshin e parë që e tregova, dhe tani kemi bërë dhe 2.000 të tjera, 2.100 duke arritur në një rezultat prej 5.3% ose $5.300 vetëm në dy cikle payouti, pra 2 javorshe ose një muaj. Atëherë duhet të dim që ky është akaunti, si gjithmonë, ky është akaunti dhe po e hap për ta parë. Kemi bërë një profit prej $2.140, do me thënë profit sot vetëm, dhe për të parë se çfarë kemi vendosur, po ja u tregoj këtu. Atëherë kemi përsëri win ratio 100%, dhe tek cikli i parë i payoutit e kishim win ratio 100%, dhe sot e kemi win ratio 100%, kështu që ky projekt po shkon, do me thënë, ka mbaruar me 100% win ratio. Ajo çka unë vendosa ishte një tregti tek GBP USD, ishte long, përdora 2% risk, siç u thash këtu mund të rrezikoj nga 1 deri në 2% do risk, kështu që çdo gjë është okay. Mund t'ja u tregoj dhe si e kam bërë tregtin. Në fakt kam vendosur 2 pozicione nga 1%, po ja u tregoj tek GBP USD. Mora si referencë këtë zonën këtu, e cila është një zonë e rëndësishme demand në GBP USD, po e markoj dhe kështu. Dhe në qoftë se shikoni, pati një lëvizje long këtu, pati dhe një lëvizje tjetër long këtu. Kështu që kjo ka një ndikim shumë të madh tek kjo zonë ka një ndikim shumë të madh tek ky çift. Dhe në qoftë se shikoni, e njëjta gjë ka ndodhur dhe këtu, po e refuzon dhe po shkon buy përsëri. Unë vendosa një tregti në çmimin 526, diçka e tillë, me një stop loss prej 13 pips ishte. Tek profitin normal e kisha 40 pips, po ashtu dhe një pozicion tjetër që ishte më lart, që e vendosa më përpara, me të njëjtin stop loss, pra ishte me stop loss 25 pips kësaj radhe, dhe tek profiti ishte po ashtu e njëjtë këtu. Ajo çka ndodhi në momentin unë e kam mbyllur tregtin në këtë qiriun këtu, 132.800, diku këtu e mbylla, nëse e shohim dhe këtu close price është 132.800. I mbylla, është kapur profiti prej $2.000, kështu që 3.200 i bëm ciklin e parë dhe 2.100 i bëm ciklin e dytë. Tani pas kësaj video dua t'ju tregoj dhe certifikatën e profitit të parë. Vetëm një moment, sa ta shoh pak. Besoj këtu nuk del.
Okej, do ja u tregoj më vonë në momentin që nese s'po ja u tregoj fare, po thjesht 3200 dhe 2100, $5300 profit gjithsej. Shpresoj t'ju kem motivuar me këtë challenge që unë bëra për kaq pak kohë dhe mos harrojmë që tregtitë janë vendosur, do me thënë ky profit prej $5300 është bërë vetëm në 2-3 ditë tregtimi. Pavarësisht se merr 2 javë kohë që të treqësh parat, ne kemi tregtuar vetëm në 2-3 ditë. Pra kemi tregtuar një ditë që kemi bërë $2100 dhe për sa i përket ciklit parë që bëm 3200, nuk e mbaj mend mirë a tregtuam vetëm në një ditë apo 2 ditë, më duket se vetëm në një ditë tregtimi. Pra me 2 ditë tregtimi kemi kapur 5.3% ose $5300. Tani në videot në vazhdim do ju tregoj disa pika kyçe se si mund të shfrytëzojmë price action për të na ndihmuar për të pasur analiza akoma më të sakta. Shihemi në videon e radhës.